Faleminderit. Vazhdojmë me procesin e votimit projekt deklaratës për pafajësinë e udhëheqësve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Hapim votimin për prezencën. Mbyllim votimin për prezencën. Janë 90 deputet prezent. Vjojmë me votimin e projekt deklaratës për pafajësinë e udhëheqësve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Votimi është i hapur. Procedura e votimit një votim me elektronik. Hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 92 deputet pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt deklarata miratohet.